deri kur është e lejuar me fe që të bëhet abort? Aborti nuk lejohet në Islam, përveç se nëse dëmtohet shëndeti i nonës ose jeta e nonës lejohet, dhe s'ka kohë. Rasti i dytë është nëse zbulohet tek embrioni, tek foshnja, ndonjë sëmundje nga ato sëmundje të cilat shkaktojnë dëmtim për të ose për kujdestarët e tij. Dhe nuk është plotësuar 4 muajshi, në këtë rast lejohet aborti në Islam. Pra, u zbulu një sëmundje e rëndë, nga këto sëmundje të cilat shkaktojnë, si më thënë, preokupim, dhimbje, shqetësim për prindrit, kujdestarët e tij. Dhe u kap sëmundja para se mu plotësu 4 muajt, pra para se me kalu dita 120, para se me hyr dita 121. U kap sëmundja, u vërtetua dhe abortohet, lejohet në Islam. Lejohet në Islam. Ndërsa, nëse kapet sëmundja ose problemi mbas ditës 120, nuk lejohet dhe kjo konsiderohet sprov. Sepse i ka fryr shpirti. Ne muslimanët besojmë se mas 4 muajsh ditën 120 fryhet shpirti. Dhe nga ky moment e mrapa nuk lejohet, vetëm nëse dëmtohet shëndeti i nonës ose jeta e saj, për këtë rast nuk ka kohë. Lejohet në çdo kohë, sepse nona është baza dhe nuk dëmtohet baza për shkak të gëzimit.